8:40 minuta tani duhet të jenë të zgjuar të gjithë tani. 8:40. Besoj. Keni mbaruar ato adetet, jeni shtriqur, keni pirë kafe, ndoshta jeni rrugës për punë, nuk e di, por jeni të zgjuar të kthjellët për të luajtur shtrak shtruk. Okej. Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk në Wake Up. Sot do të luajmë me Bardhën nga Fieri dhe Fabianën nga Shkodra. Njohim një herë Bardhën. Mirëmëngjesi Bardha. Përshëndetje Blendi. Si je? Si kalon? Respekt për ju dhe për Hedin, por për ju në veçanti që jepni një kontribut për si thua për azhurnimin e njerëzve për problemet e kohës dhe që të ndihen në realitetin që jetojnë dhe jo në heva. Faleminderit shumë Bardha. Bardha, ç'na tregon për veten tënde? Jam duke të treguar që jetoj vetëm, kam qenë specialiste agronome edhe hiç asgjë. Kam ndërmend. Specialiste agronome, tani në pension domethënë. Ke qenë edhe kështu. Po mirë, shkëlqyshëm. Po shijon pleqërinë domethënë. Ti turoj suksese, nuk të lë pa gjë në rrugën që ke nisur për veten tënde. Faleminderit shumë. E dëgjova, ishte për ty. Faleminderit shumë vërtet. Unë e vlerësoj. Faleminderit Bardha. Ke shumë punë Heidi, ke shumë punë. Kam goxhave të drejtën, po avash. Absolutisht, po se more avash, bie gjikundi. No, hapa të ngadalt, por të rënd. Shumë mirë. Atëherë takojmë edhe Fabianën në Shkodër. Fabiana, mirëmëngjes. Fabiana, bëjmë një bashkëbisedim të këndshëm. Mos ka rënë linja me Fabianën. Mirë. Nisim lojën me Bardhën dhe do të marrim dikë tjetër në telefon. E di që Fabiana ishte pak e emocionuar se na kishte shkruar përpara. Jam shumë e emocionuar, nuk e di. Ka rënë linja komplete? Okej, mirë. Atëherë bëjmë kuicin muzikor. Bëjmë kuicin muzikor për momentin edhe ju ftojmë në këtë kuic muzikor, do t'ju japim një kupon nga klinika Lavender këtu në kryeqytet. Lavender Clinic është një vend ku ju mund të rifreskoni pamjen tuaj, kanë të gjitha shërbimet që klinikat estetike ofrojnë, madje edhe mbjellje të flokëve për ata çunat që duan të bëhen kaçurrelsa sërish, etj. Kështu që kanë shumë gjëra të mira, por një kupon prej 50 € do t'i shkoj atij ose asaj që është i sakt me titullin e këngës dhe me kush e këndon. Për një moment më duk si gërnet e Lever Bariu. Edhe një herë. Ka ba përmetare. You make me desperate. Shiko. Këto të orëve të vona I njeti, 069 442 873 dërgoni titullin dhe këngëtaren që e këndon. Okej, shumë mirë. Kështu që 069 442 873 069 442 873. Bardha është në linjë. Sërish po kapim edhe Fabianën. Fabiana. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je? Mirë, si jeni ju? Ne jemi shumë mirë jemi dhe ne. Jam një shikuese rregull të juja, kënaqen akret si ju, po jeni shumë të mirë. Faleminderit. Fjalë që fletë Florin. Faleminderit shumë. Jam njohur qyshin e Digun. Është një vajzë të sërutën shumë e mirë. Faleminderit shumë, na kish munguar të komplimente. Ti emocione, inshallah të dalin. Jo, mos ki merak fare, jemi shok. Kam unë më shumë emocione, Fabiana, se kur të thom këto gjërat e bukura. Mosha ban vetën, kështu që. Je shumë mirë. Sa e dua të fol me në Shkodrës. E bukur është. Sa është e bukur the. Atëherë, le të fillojmë lojën. Fabiana është gati, Bardha është gati. Në fillim Bardha, pastaj Fabiana për të shkuar mbas alfabetit. Do lexojmë fjalinë tani dhe do të mundohemi të gjejmë cila është fjala që fshihet nën shtrak shtruk. Kur hyri, Lina pas e macja flinte mbi shtrak shtruk. Bardha. Mbi krevatin e fëmijës. Mbi krevat. Është vetëm një fjalë, Bardha, kështu që po quaj fjalën krevat. Për ta thjeshtuar shtrak shtruzë vëndson vetëm një fjalë teke që mos të bëhet më e komplikuar. Mbi krevat. Mund të jetë se aty është vendi I preferuar I maceve faktikisht, por që jo nuk është e saktë.
Nuk është në krevat. Pra, diku jemi në këtë situatë e dashur Fabiana dhe Bardha, dhe ju të tjerët që mund të merrni pjesë tani me mesazhe në WhatsApp. Pra Lina hyn në shtëpi hyn, nuk është në zyrë, nuk kemi bërë rreng atje apo kurth. Hyn në shtëpi dhe gjen që Macja po flinte mbi diçka aty në shtëpi. Kur hyri Lina, pas e Macja flinte mbi shtrak shtruk. Fabiana. Mbi akvarium. Mbi akvarium. Sa interesant. Si pëlqejnë peshqit, po. Shumë interesante si mendim. Si na shkoi mendja. Po pra, por që jo nuk është e saktë, po nuk ka problem se tani në raundin e dytë do të zbuloj numrin e shkronjave të fjalës që duhet të gjeni. Dhe në këtë rast janë 9 shkronja. 9 shkronja, pra është një fjalë goxha e gjatë. Është diçka e gjatë, thosha po. Kur hyri, Lina pas e Macja flinte mbi shtrak shtruk. Bardha. 9 shkronja. Ku kishte hypur Macja për të fjetur? Shtriqur atje kështu, zdërhallur si macet. Ajo imja nuk flembi këtë. Jo, mbi tavolin. Mbi tavolin. Po rrin tavolin. T-A-V-O-L-I-N-E. Janë 8 shkronja. A duhet 9, ëh? Duhet me 9 shkronja, po është një fjalë me 9 shkronja. Jo, nuk është e saktë, është një vend ndoshta më i çuditshëm. Do të thosha. Nuk e shesh shpesh faktikisht. Jo, e kanë pak frikë. Mendoj që duhet ta kenë frikë. Disa nuk e kanë frikë. A mendon? Ka ndodhur, pra, ka ndodhur. Kur hyri Lina, pas e Macja flinte mbi shtrak shtruk. Fabiana. Mbi dollapin. Mbi dollapin. Nuk kam janë vetëm 7. Është një fjalë pak më e gjatë. Jo, 6 janë shkronjat. Po pra, është pak më e gjatë se sa 6. Janë 9 shkronja. 9, jo 6 shkronja. Pra, më vëmendje në këto. Si thua Fabiana? Ke ndonjë ide tjetër? Nuk dëgjova. Mirë, s'ka gjë. Shkojmë në raundin e tretë, tani do të zbulojmë një shkronjë, zonja. Ose të dytën, ose të tretën mund t'ju a zbulojmë. Pra njërën nga shkronjat po ju a japim. Doni t'ju zbulojmë të dytën apo doni t'ju zbulojmë të tretën? Në nojmë dytë, tek e treta, Fabiola. E tretën, të tretën dëshironi apo të dytën? Duhet të vijeni dakord. Të dytën, patjetër. Pra, nuk ka dakordsi akoma. Nuk ka dakordsi. Bardha mendon që duhet zbulohet. Ndonjë soja, nuk të ishkun. Atëherë, Bardha vendos ti. Po për këto se s'jam duke dëgjuar. Bardha vendos ti. E pra të tretën atëherë. Të tretën. Po mirë. Mendoj që e treta është e mirë. E treta është e mirë, për mendimin tim ndihmon më shumë se e dyta, kështu që shkronja e tretë është një V, si violina, si volum. Pra shkronja e tretë është një V. Mos kapni Blendi tani se doli foto. Kur hyri Lina, pas e Macja flinte mbi shtrak shtruk. Kush foli? Mbi unë, lavatricën thash. Kush thot lavatricën? Fabiana. Unë, Fabiana. Kur hyri Lina, pas e Macja flinte mbi lavatrice. Bravo, është e saktë. Se Bardha tha divan. Tretën Fabiana, urime. Po, më jena shumë keq. Bardha tha divan. Shiko, se ç'do bëjmë neve. Me që Fabiana të hyri në radhë, ishte radha jote për shkak të alfabetit. Sepse unë nuk dëgjoj. Edhe e kuptoj. Edhe ti do të fitosh, atëherë këtë e dëgjon, edhe ti do të fitosh 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Të dyja. Atëherë shumë blem. Asnjë gjë. Shumë kënaqësi që folëm. Fabiana, bëre mirë që jeni shumë të mirë. Ja dole, fitove Fabiana. Gjithë Shqipënia duke dëgjuar tani Fabiana në Shkodër, fituese. Po, nuk e di si nuk ke stres. Të lumt.
sikletin tani. Po, shumë mirë. Fabiana, pra, ju thashë në fillim, kishte pak emocion edhe ishte pasigurt nëse donte apo nuk donte të fliste me ne, por ja që zgjodhi që të flasë. Ne i përqafojmë shumë. Shumë faleminderit zonja. Faleminderit, ju urojmë një ditë shumë bukur. Edhe juve të mbar ditën. Faleminderit shumë. Sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhuratë në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, sepse Digital bësh gjithmonë pjesë e familjes, edhe këtë periudhë një herë është fantastike se sporti aty. Sporti, filmat, telefilmat, gjithçka. Okej, shumë mirë. Ne mbaruam, kuicin muzikore kemi bër, anagramën e kemi bër, është Pa H Sari për ju gjumashët që na bashkoni më vonë. Zgjidheni këtë anagram, ne shkojmë dhe kthehemi sërish mbas lajmeve të orës 9 me Dorin këtu. Është tani 8:51 minuta.